Deputeti i Parlamentit Ukrainës, Oleksi Goncharenko, ka deklaruar se qëndrimi i tij personal për njojën e Kosovës ka qenë gjithmonë i qartë dhe pro saj. Në një prononcim për gazetën Bota Sot, ai konfirmoi se ka ndërmarrë hapa konkret duke paraqitur në Radën Verkovna një projekt të rezolutë që synon njojën e pavarësisë së Kosovës. Qëndrimi im personal ka qenë gjithmonë i qartë. Unë mbështes njojën e Kosovës dhe kam paraqitur një projekt rezolut për kacje në Rada Verkovna. Fatkeqësisht ajo ende nuk është shqyrtuar, u shpreh Goncharenko. Krahas kësaj, deputeti i Ukrainës theksoi se vendimarrja zyrtare në lidhje me politikën e jashtme është kompetencë e presidentit të Ukrainës dhe institucioneve ekzekutive. Sipas tij, çdo hap që do të ndërmarrë Kievi duhet të jetë në harmoni me interesat kombëtare dhe detyrimet ndërkombëtare të vendit. Megjithatë, vendimi zyrtar bie brenda prerogativës së presidentit dhe politikës së jashtme të vendit. Jam i bindur se kjo çështje duhet të zgjidhet duke marrë parasysh plotësisht interesat kombëtare dhe detyrimet ndërkombëtare të Ukrainës, theksoi ai. Deklarata e Goncharenkos vjen në një kohë kur çështja e njojës së Kosovës nga Ukraina mbetet pjesë e debatit politik në Kiev, veçanërisht pas agresionit rus, që ka shtuar diskutimet për mbështetjen reciproke mes shteteve që përballen me provokime nga Serbia dhe Rusia.